Vora është një ekip i fortë që nuk duhet në ndërsuar. Po ne do shkojmë nesër për maksimumin. Do shkojmë për 3 pikë edhe asgjë ma pak. Një fillim shumë i mirë i sezonit nga Morata, pastaj pati paksa lubati, por sërish mirë është rikthyer Morata në momentet e dura. Ignacio? Po normal që jam i kënaqur, e di vetë që kam përjetuar një periudhë pak të vështirë me dëmtimet, po tashmë e mirë edhe në stërvitje edhe në neshe, edhe jam gati për me ndihmuar ekipin sa të mundem në maksimum. Ignacio Morata në sezonin e tij të parë në Shkodër? Normalisht kam pas nevojë për pak kohë mu ambientuar, por jam i kënaqur, po e di që mundem edhe ma shumë me bo për këtë ekip. Në ndeshjet e fundit janë besoj shumë të rëndësishme të ndeshjet e mbetura. Vllaznia do të kërkojë të mbajë vendin e parë deri në fund? Po normal, tash kjo është synimi jon me marrë vendin e parë. Me shku me i avantazh në Final Four, edhe synimi jon është me dal kampion, duke që jena në rrugë duar. Morata nga kryqëzimi i tij të Vllaznia apo për diçka më shumë? Tash kjo nuk është puna eme, është më shumë puna e trajnerit. Unë provoj me dhënë maksimumin çdo ditë, edhe çfarë bën trajneri janë zgjedhja e vet, po ne çdo minutë që marr provoj me dhënë maksimumin edhe me ndihmu ekipin. Në ndeshjen e fundit Vllaznia po shërben pak gola, por opsion pak. Do të jetë kujdesshme të vazhdojë këtë numër deri në fund, apo do të shënon më tepër ndoshta në shtatë? Po ne do bëjmë maksimumin me shënu ma shumë gola, edhe me psuar pak sena të psu pak. Po e rëndësishme është me fitu, me marrë 3 pikë, tash ma e rëndësishme është, edhe pse është 1-0 ose 3-0, pikë janë të njëjta, edhe kjo është ma e rëndësishme për ne. Që është situata me dëmtimet? Ka disa kolektive që s'janë gati për fushën e dorës. Po me të drejtën për dëmtimet, unë nuk i di, është ma shumë stafi mjekësor që mirët me të. Unë për vetës di, besoj që janë gati, ta në lojtarë që janë dispozicion janë gati. E ndjen skuadra brenda saj presionin për cilët titull në Shkodër? Presioni, se di, është presion, po kena pritshmëri, duhet me dha maksimumin, edhe jena afër, po halas jena aty. Do me thonë, me dha maksimumin edhe që shoh. Të mërkurën të kohë lullin në ndeshjen e kthimit gjysmëfinale të Kupës ndaj Dinamos. Duket që Vllaznia po tenton të 2 trofet këtë sezon. Po jena në rrugë duar për të 2 trofet, pse jo mos me i marrë të dyja. Duket është një ndeshje e vështirë me Dinamon, po tash jena të fokusuar në ndeshje me Vorën nesër, edhe me marrë 3 pikë nesër e pastaj vazhdoj. Morata një djalosh simpatik i rritur jashtë Shqipërisë, por në origjinë nga Kryqëziu i Bukës. Dy Bukjan, interesant, dy Bukjan po luajnë tek Vllaznia së bashku me kolegin tuaj Kevin Dodaj. Po po ndjer futbollistët me emër. Po, faleminderit. Unë edhe me Kevin ndihem mirë, janë na shok të ngushtë. Po provojmë të dy me dha maksimumin fush, edhe me ndihmu këtë ekip bukur me kap ndaj trofe, me fitu ndeshje. Në vazhdimsi mendohet ndonjë kontribut edhe për fukën tuaj për të arritur në aspektin futbollistik dhe sportiv në përgjithësi? Po shpresoj, pse jo? Shpresoj që mund t'i arri me dhënë një kontribut për fukën, për vendin e origjinës, edhe do të jetë gjë e bukur. Morata, duke qenë se jemi në fund sezonit, keni dëshirë keni pjesë të Vllaznisë edhe për vitin tjetër? Po me të drejtën unë jam i kënaqur këtu në Shkodër, po hala s'kena fol, s'kena bisedu për këto gjana. Jena të fokusuar këtë sezon me marrë çfarë duhet me marrë, edhe pastaj do shohim. Për ta mbyllur ndoshta ndonjë gol nesër në Vorë? Nesër Kismet po është du me boj gol, po ma rëndësishme është 3 pikë. Kush e bën golin s'ka ndaj rëndësi, po ma rëndësishme është me fitu këtë lojë. Nëse shënon, e keni bërë gati dedikimin? Po, e kam bërë gati. Për familjen edhe për Shkodrën, si gjithmonë. Suksese! Faleminderit.